Përshëndetje të nderuar ndjekës, ja ku po takohemi sërish së bashku në kanalin Monitor TV për të sjellur pranë jush ngjarjet më të fundit që ka ndodhur jashtë shtëpisë së Big Brotherit. Ditën e djeshme u bë virale një video në rrjetin social. Në një epokë kur çdo momenti thjesht mund të shndrohet në një skenë të madhe virtuale, rrjetet sociale kanë sërish një hit të ri për të diskutuar. Ditën e djeshme një video e postuar në TikTok ku protagonist është Klevjo, një nga tiktokerët më të ndjekur në vend, dhe Jozi ka marrë dhenë në rrjet. Gjithçka nisi me një telefonat të papritur që në pamje të parë mund të dukej krejt e zakonshme, por që për publiku nuk thye në momentin më interesant dhe më të çuditshëm. Në video, Klevjo dëgjohet teksa i drejtohet Jozit përmes telefonit me një përshëndetje të ngrohtë dhe me një respekt. Jozi thjesht desha të përshëndes e të them se je fantastik. Nga ana tjetër, Jozi përgjigjet me buzëqeshje për të përmbajtur, por ndjeshëm i prekur nga gjesti i Klevjos. Videoja e cila është publikuar fillimisht nga vetë Klevjo në TikTok u shpërnda me shpejtësi në të gjitha platformat sociale, duke u kthyer në një trending moment që kanë nxitur komente të shumta, interpretime dhe reagime nga fansat e të dyve. Ajo që e bëri këtë moment kaq të veçantë është thjeshtësia dhe sinqeriteti ndër veprimit në një rrjet social ku shpesh mbizotrojnë skenat e stisura dhe situatat e krijuara enkas për klikime. Kjo video u ndjen ndryshe si një komunikim i pastër njerëzor që erdhi pa filtra dhe pa qëllim komercial. Komentet nuk kanë munguar, disa e kanë cilësuar si telefonata më e ëmbël e ditës, e të tjerët e kanë vlerësuar Klevjon për mënyrën se si po ndërton ura virtuale me njerëz të thjeshtë, por edhe me njerëz të suksesshëm apo njerëz publik. Ndërkohë Jozi, ndonse jo një personazh i zakonshëm në TikTok, ka fituar me një herë vëmendjen e situatës pasi që ndodhi edhe situata shuplakës mes gjestit. Pas publikimit në TikTok, videoja është shpërndarë në Instagram, Facebook dhe madje edhe në disa portale të njohura ku komentohet një nga veprimet më të këndshme të rrjetit për këtë javë. Me qindra duartrokitje virtuale, ndjekësit kanë kërkuar që kjo të mos mbetet një video e vetme, por ndoshta fillimi një komunikimit më të shpesh mes tyre, apo pse jo një bashkëpunim surprizë. Ndërkohë që rrjetet sociale shpesh na shfaqin një realitet të shpejtë dhe të zhurmshëm, kjo video na kujton fuqinë që ka një gjest i thjeshtë. Një telefonat për të thënë përshëndetje mund të bëhet moment reflektimi, emocion dhe frymëzim për të tjerët. Nëse Klevjo do të vijojë të ketë këtë linjë të komunikimit të sinqertë dhe nëse Jozi do ta hapë më shumë veten ndaj këtij publiku që tani më mbështesin këtë shoqëri, një gjë është e sigurt, ndonjëherë nuk duhet fjalë të mëdha për të bërë bujë, mjafton një përshëndetje nga zemra. Kështu të paktën bëri Klevjo me Jozin. Unë tani për të gjithë ju do të sjell videon e cila bëri viralitet në për të gjithë rrjetet sociale. Po mi brava juve. Si e? Qa ke po? Për zotin me të përshëndet se isha me këta dashamirës të mija, më thanë mere Jozin, ja ku e keni. Të fala këtë dashamirësve, edhe ti je ai strategu gango që i njeh kategorinë. Që një kategorinë. Ke pëlqy për zotin, vetëm me 2-3 lëvizje fotosh që ke bërë më ke pëlqy, asnjë gjë tjetër. Qa ke po, si ke qenë? Mirë për zotin, ja mora xhanit numrin. Nga shtëpia mia, Mirë ti. ke taku Nikon anej? Jo akoma. Ora ne nuk ishte në punë. Mirë ke qenë? Mirë për zotin, mirë ti. Ndaj projekt në gjo? Po jam duke punu një 2 muzika tani, a vash. Ti qa po bën ti tani? A do fillosh ti me ture, me gjera? A qa kam bërë? Ta kam fut në back list këta, qa është puna? Edhe unë po mundohem tani me bërë disa projekte që i kam pas nga gati. Shumë mirë. Edhe pres që ti nxjerë këtë ditë, një të qopa. Edhe me këtë mramit në gjonat, tani vazhdojnë. Shumë mirë, do me të do vazhdojsh, se nga që i është bërë e madhe kjo edhe diti si bëjnë ta që bëjnë këshu jo për... Duhet me i kap me dhunë për zotin. Ti e dhja vërta janë në simit lavëve, në Fix. këtë gjaj e kena i që i këtë medën që simit lavëve. Fix, bravo jos. Për zotin bëjt qefi që je mirë për qeft mora, me të përshëndet. Faleminderit shumë, nuk e lo po të di shpejt kisme do jetë. Kur dush, hajde mbej telefon, kjo është numri, regjistroj numrin tim. Okej. Edhe Të vi edhe me Albanin e me qunat e shumë si lo mirë, edhe Albani. Kam folë edhe me Albanin, bëjt fala. Mirë,
të rritë zote Për dhe çfarë shumë folje? respekt Miru edhe pash. unë ty shumë. Tu. Për çdo gjë, Qa. i go. Ciao.